Kur ndjenjat marrin zë është koncerti që rikthen të mërkurën në mbrëmje sopranon Ermonela Jaho në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Publiku do të përjetojë një udhëtim muzikor mes arjeve dhe kryeveprave botërore, përmes një repertori që përmbledh dashuri, dramë, mall dhe triumf, të gjitha të shkrirë në një zë të vetëm. Nga bel canto deri në verismo, unë them domethënë është një program më tepër sfidues, qoftë për mua personalisht që ta mbaj vetëm. Me një program pjesë që nuk janë luajtur ndonjëherë në teatrin e operës dhe baletit, është një detyrim që ti shkrish të gjitha këto anët e gjitha këto artet, motrat që janë të gjitha ecin dorë për dorë me njëra tjetrën, në një të vetme që publiku të marrë historinë për të cilën ti po flet. Në dirigjimin e maestro Fabrizio Carminati, orkestrës dhe korit, muzika do të marrë ngjyra të reja, duke rikthyer atmosferën e sallave të mëdha operistike në këtë skenë që ka qenë piknisja e rrugëtimit artistik të sopranos. Ndaj interpretimi përpara publikut të saj, jo vetëm që është kënaqësi, por një formë detyrimi dhe mirënjohje. Kthimi në Shqipëri është gëzim, është edhe sfidë, mund të them, çfarë mund të jap ndryshe. Ne të gjithë jemi ndryshe, çdo ditë jemi ndryshe. Çdo ditë jemi një ditë më të rritur. Çdo ditë kemi diçka për të sfiduar, për të zbuluar me veten tonë, e njëjta gjë është edhe në këndim. Është detyrim për publikun shqiptar, absolutisht, detyrim për brezat e rinj, për t'ju dhënë një shpresë se sot çdo gjë shikohet si diçka e paarritshme. Çdo gjë është e arritshme. Të mërkurën në orën 20, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit do të jetë skena ku muzika do të kthehet në një homazh për artin lirik dhe një dëshmi se muzika mbetet ura më e fuqishme që lidh artistin me publikun.